Pas një pritje mjaft të gjatë dhe pas përfundimit të matjes së fizibilitetit, tashmë këtë vit fillojnë punimet për teleferikun për kalat të Prizrenit, pohon drejtori Islam Ukimeri. Kursa i me këtë rast ka potencuar se tashmë qeveria Totaj në mandatin e dytë kemi dhe disa projekte të tjera të cilat tashmë janë duke u bërë matjet e fizibilitetit edhe nën kalimin tek shtëpia e parë si dhe për parkingun nëntokësor, tha ai. Po, ne si drejtori, faktikisht si qeverisje lokale që jemi, veç kemi filluar këtë vit, një vit me mandatin e dytë qeverisës, dhe ne jemi duke përgatitur, kemi përgatitur faktikisht buxhetin, kemi votuar buxhetin në Kuvendin Komunal, në Asamblenë Komunale në Prizren, po presim tash të votohet në qeveri dhe të jetë në funksion buxheti i këtij viti 2026. Ne si drejtori, prioriteti jonë këtë vit është që të fillohet me ndërtimin e teleferikut, që është bërë fizibiliteti në vitin para prak, dhe tani kemi aplikuar për të marrë lejen e ndërtimit, dhe mëse të përfundon leja, të pajismi me lejen e ndërtimit, ne do të fillojmë me tenderim, dhe të fillojmë që besojmë shumë që brenda këtij viti fillon ndërtimi i teleferikut në komunën e Prizrenit. Projekti që kemi për këtë vit jemi duke bërë fizibilitetin për nënkalimin mbrapa shtëpisë Barë dhe jemi duke bërë edhe një fizibilitet për parkingun nëntokësor. Po presmi që të na përfundon fizibiliteti dhe në moment që të përfundon do ta shohim mënyrën se si do të fillojmë të procedojmë për tenderim apo për ndonjë mënyrë tjetër që të komuna e Prizrenit të ketë edhe parkinge nëntokësore, që është edhe prioriteti kryetar dhe i drejtorisë së shërbimeve publike. Derisa këtë vit kemi edhe detyrë primare që të bëjmë edhe paraprgatitjet finale së paku në vitin që vije, të startojmë me fillimin e punëve në ndërtimin e godinës së komunës në hapësirat e lagjes Bashterhane aty përballë qendrës sportive. Njëherët kemi bërë faktikisht jemi përgatitjet e ndërtimit e objektit të ri përballë qendrës sportive, ku besojmë që ka mundësi që këtë vit nuk do të kemi mundësi të fillojmë me ndërtimin e objektit të ri komunës, po vitin e ardhshëm, si vjet do të përgatitem gjitha procedurat për leja, projekti do të përfundojë edhe lejen ta marrim që për të filluar ndërtimin. Besojmë që vitin e ardhshëm do të fillohet edhe me ndërtimin e objektit të ri komunës Prizrenit që ka përballë qendrës sportive. Pasi ai është i vetëdijshëm se cilat janë edhe obligimet dhe detyrat e kësaj drejtorie, ai apelon tek të gjithë qytetarët që për nevojat dhe rastet e tyre, qytetarët i kanë detyrë dhe hapësirë që mund të paraqiten në zyret tona për të pasur mundësi në gjetjen e zgjidhjeve të mundshme. Qytetarët e kanë derën e hapur këtu tek ne, që të shtrojnë kërkesat dhe nevojat, edhe pse e dini edhe ju dhe gjithë qytetarët se vitin e kaluar kemi pas problem me përmbaros, ku na ka marrë afër 13 milion, është marrë nga projekte, faktikisht në projekte kapitale, në tyra vetanake, edhe në subvencione janë marrë për shkak të kontratës kolektive, dhe kogja jemi dëmtuar në projekte që kemi pas aktive vitin e kaluar, si vjet do të vazhdohet me projekte që i kemi, dhe gjitha mundësitë që i kemi jashtë këtyre projekte aktive, që të na krijojnë mundësi për të hapur projekte të reja, ne i ftojmë qytetarët që të bëjnë kërkesa dhe momentet që të krijohet mundësia edhe buxhetore, ne do t'ju hapim mundësi gjithëve atyre që t'ju krijojmë mundësi më të mira dhe kushte më të mira si në qytet ashtu edhe në fshat.